Personat e shurdhur janë persona që i takon një grupi të veçantë gjuhësor, të cilët përdorin gjuhën e shenjave si gjuhë të parë. Qendra burimore Nëna Terezë në Prizren është shkolla e vetme në Kosovë që bën arsimimin, edukimin dhe rehabilitimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në të dëgjuar dhe në të folur. Tani kjo shkollë prezanton një model bashkëkohor të shkollimit, e cila në kuadër të fushveprimit të saj është e organizuar shumë mirë dhe funksionon si tërësi me qirtën e integruar, arsimin fillor të ciklit të ulët, arsimin i mesëm i ulët dhe arsimin i mesëm profesional. Madje ajo posedon edhe konvikti me kapacitet të gjerë prej 100 nxënësve dhe menzën. Qendra burimore ka një rol aktiv dhe gjithëpërfshirës me metodologjinë bashkëkohore, duke përdorur strategji të ndryshme të mësimdhënies, komunikimit, teknika dhe ofrimin e mbështetjes në planin e materialeve mësimore alternative dhe mbështetje nga mësuesi udhëtues, i cili do ta tregojë edhe drejtori i kësaj shkolle, Yrmet Shabani. Mirë, Qendra burimore për mësim dhe këshillim Nëna Terezë në Prizren do thotë i ka qerdhën, që është prej moshës 3 vjeçare deri në 6 vjeçare, pastaj ciklin e ulët, ciklin e mesëm ulët dhe ciklin e lartë. Te shkolla do të thotë qerdhja punot me plan individual, sepse është qerdhje integruese, si dhe me fushat aktiviteteve, varësisht prej specifikave që kanë nxënësit. Kurse tek shkolla, tek këto ciklet fillor dhe të mesëm të lartë, punot me plane individuale, është me kornizë kurrikulare të rregullt, por të adaptuar, të përshtatur për këta fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë me dëgjim dhe të folur. Thamë se punot planet individuale, këto janë të reduktuara në bazë kornizës kurrikulare dhe ja përshtatim gjithmonë këtyre fëmijëve. E veçanta e kësaj është që kemi 3 drejtime profesionale në arsimin e mesëm e lartë, atë të zdrugtarisë, metalpunus dhe trobaqepsisë. Trobaqepsisë janë për vajza, kurse 2 drejtime tjera janë për djemtë, kur në fund edhe certifikohen, marrin diploma valide dhe mund t'i kuadrohen punë. Është vetmja shkollë në Kosovë, thamë se qerdhja është qerdhja integruese, po kuptimi i gjithë qendrës burimore është që këta përmes inkluzionit gjithë përfshirjes t'i futim në shkollat të rregullta. Edhe gjithmonë përpiqemi që në bashkëpunim me shkollat e rregullta, me komunat, me institucionet tjera adekuate të përshtatshme, që këtyre fëmijëve t'ju krijojmë një hapësirë të mirëfill përmes mësuesit udhëtues edhe përmjet sektoreve të ndryshme që punojnë brenda qendrës burimore, ti fokusojmë nëpër institucionet aty ku janë më afër, në komunat, vendet prengavi. Pasi që thamë është e vetmja shkollë në Kosovë, kemi përkrahje mbështetje edhe jemi drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit, por kemi përkrahje mbështetje nga komunat tjera, do të thotë për inkuadrimin e këtyre fëmijëve. Qendra burimore që është një element shumë i rëndësishëm, do të thotë është e tipit konviktor, ku është konvikti, është meza ku ushqehen fëmijët, para dite zhvillohet procesi edukativ arsimor, kurse pas dite në aktivitetet e lira me këta nxënës. Si zakonisht mësimdhënësit thash kanë një përvojë të gjatë që punojnë në këtë institucion, edhe do të thotë punojnë në mënyrë të pavarur, e njohin gjuhën e shenjave. Mirë po, në ato njësi mësimore, ato ku ka problematike dhe ku janë problem me të vërtet, atëherë kërkojnë ndihmën e interpretuesve të shenjave, që është për më vlerësuar. Megjithatë, edhe stafi teknik edhe në qerdhe edhe kudo që ka nevojë për interpretuesi është i gatshëm që t'ju ndihmojë këtë. Na kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me institucionet tjera, me shoqatat, me institucionet nga vinë, ata do thotë, me shkollat, me qendrat burimore të tjera të nivel të Republikës së Kosovës, kemi mësuesin udhëtues ku të gjithë na e shpalosin planin ton, programin ton, qëndrimin këtu në qendrën burimore, aktivitetet që zhvillon këtu. Do të thotë gjithë ja prezantojmë prindërve, edhe atyre përmes institucioneve se çfarë funksioni ka kjo qendër, pasi se në këtë qendër do të paguhet edhe rruga e fëmijëve që barton, në tonave vinë dhe të premtave kthehen përsëri, ushqimin e kanë falës, do të thotë çdo sent është falës, se çdo sent është për mu vlerësue, për arsye se kanë 4 herë ushqim, kanë
qëndrim javor këtu, do thotë kushte fenomenale, janë 24 orë në veshgim, janë motrat medicinale 24 orë, dhe gjitha këto ja prezentojmë na përmes fletushkave, përmes programeve të ndryshme, emisioneve të ndryshme, përmes mësuesit të udhëtues, dhe kështu që edhe ata pastaj bindën dhe i shohin vetë se me vërtet ja vlen për me qëndruar këtu fëmijët e tyre. Mirë, na kemi edhe përmes Facebookut edhe webfaqen e Qendrës Burimore për Mësim dhe Këshillim Nëna Terezë, ku mund të marrin informacione të mjaftueshme. Kemi mësuesin udhëtues, po janë edhe qendra burimore tjera të cilët kur e shohin se një fëmijë është adekuat për qendrën burimore tonë dhe e kanë një adresë, atëherë unë ju kisha thënë që me vërtet ka kushte të mira, fëmijën e tyre mos ta manë të izoluar në shtëpi dhe që luftojmë këto pres së tepërmi, kërkoj që fundit fëmia tyre është viktim nëse e ndalojnë, po le ta bëjmë këtu dhe ne ta shohim me vërtet se ja vlen të jetë fëmia e tyre dhe të shkollohet, pastaj mund të inkuadrohet edhe në institucione të tjera gjithëpërfshirje në vendet për nga vinë. Përveç lëndëve mësimore të obliguara, ata mësojnë edhe zanate të ndryshme në punëtori profesionale, në drejtimin e zrugtarisë, metalurgjisë, metalpunues dhe të tekstilit, rrobaqepsisë. Qendja inkluzive në shkollën Nëna Terezë kujdeset për fëmijët e vegjël, duke filluar nga lojra të ndryshme, shikim të filmave vizatimor, madje nganjëherë dhe duke i shpjeguar me interpretim. Edukatorët në këtë çerdhe janë të trajnuara për të punuar me personat me aftësi të kufizuara, madje ato përdorin terapitë psikologjike për fëmijët e vegjël që ata të ndihen sa më komod me shokët e tyre. Tani ata janë duke mbajtur mësim në kabinetin e informatikës, të cilët tregojnë interesim mjaft të madh, por për procesin e mësimdhënies do na tregoj profesori i informatikës. Mbahet landa e informatikës edhe teknologjisë së përgjithshme. Nxënësit për informatikë janë si gjithkund ashtu edhe tema shumë të interesuar dhe janë shumë të zgjuar. Absorbojnë landën shumë shpejt dhe kanë në mënyrë vizuale punohet më tepër me ta, ashtu që nuk kemi probleme. Punojnë me interes të madh, japin koncentrimin më tepër me të absorbojnë, të mësojnë me 10 gishta, me punu të përdorin çdo gisht. Tërsi interesimi i personave të cilët punojnë me ta, nëse janë të interesuar nuk kanë me pas probleme, se vetë komunikimi, gjuha e shenjave nuk ka krejt shenjat të cilët përdorim, po mundohemi metodat të ndryshme me interpretues tonë edhe të shpjegojmë të absojmë nxënësin me këtë. Nxënësit në këtë shkollë mbajnë aktivitete të ndryshme, duke filluar me ato të sportit dhe të artit, të cilët kanë mundësi të marrin pjesë në gara të ndryshme, edhe jashtë shkollës, madje edhe jashtë vendit. Ata kanë edhe interpretet e gjuhës së shenjave, të cilët shërbejnë si ulëdhëse mes personave të shurdhur dhe personave që dëgjojnë, nganjëherë edhe ndërmjetësim të profesorëve. Kur dhe kur keni lindur? Sa vjeç jeni? Ku e keni kaluar të mirin tuaj? Në shallë, në Prizren, Gjakovë? Interpretin e gjuhës së shenjave, ata e konsiderojnë si gjën më të vlefshme që kanë, sepse përmes tyre ata tregojnë çdo lloj komunikimi me të cilën hasen. Për mënyrën e interpretimit të gjuhës së shenjave, do të na tregoj Salin Uhiu, interpret i gjuhës së shenjave. Fakt, asimtarët kur kanë një farë telash apo pengesa gjatë digjerimit apo mbajtjes një ore, na ftojnë neve, na vinë këtu pak ja u lehtësojmë punën e bëjmë përkthim prej gjuhës të folën gjuhë të shenjave, që fëmijët e kuptojnë pak më lehtë edhe më mirë.
Hapat e mi të parë kanë qenë kontakti me personat të shurt, faktikisht familjar të afërt, kurse në kurset për gjuhën të shenja apo kemi filluar në Prishtinë, ku kanë zgjatur 3 vite, domethënë bazike të avancuara dhe në fund të niveli më avancuar, ku kemi marrë jemi certifikuar si interpret gjuhës së shenjave dhe punojmë këtë punë. Në fakt puna është e mirë. Në fakt ka vështirësi ndonjëherë, po prapë se prapë ja te kalojmë. Besoj se fëmijët e kësaj shkolla apo nxënësit e shkollës flasin të kryejnë shkollimin dhe pse jo, ku ta kryej shkollimin të punëson, diku të avancon. Edhe dëshira ime e vetme të mëson, të arsimon, të ecin përpara dhe pse jo, mas përfundimit të shkollës edhe të vazhdojnë fakultetin apo edhe të punëson diku të punojnë. Gjatë kohës që ne ishim aty, mësuam se si është të komunikosh me personat e shurdhër, duke treguar emrin dhe profesionin, gjë që ishte shumë interesante dhe kënaqësi të bashkëbisedoj me ta. Qendra burimore Nëna Terezë është krijimi i mundësive që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara në të folurën e të dëgjuar dhe ata me dëmtimet e tjera të arsimon dhe të jenë të barabartë në shoqërinë kosovare, të cilët prioritet kanë ngritjen profesionale, cilësinë të nxënës dhe zhvillimin e komunikimit.